Shumë njerëz pyesin, pse muslimanët nuk e festojnë vitin e ri, ashtu siç festohet sot në shumë vende të botës? Përgjigjja nuk lidhet me urrejtje, izolim apo mospëlqim ndaj të tjerëve, por lidhet me besimin, identitetin dhe parimet islame. Së pari, duhet të kuptojmë se festat nuk janë thjesht argëtim. Ato janë simboli i besimit dhe i kulturës fetare. Viti i ri që festohet më 31 dhjetor ka origjinë pagane dhe jo islame. Ai lidhet me kalendar të lashtë romak dhe zakone që nuk kanë lidhje me islamin. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, kur erdhi në Medinë, gjeti njerëz që festonin dy festa pagane. Ai u tha, Allahu ua ka zëvendësuar ato me dy festa më të mira, Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin. Kjo tregon qartë se muslimanët kanë festat e tyre, të përcaktuara nga Allahu, dhe nuk kanë nevojë të marrin pjesë në festa të huaja fetare. Së dyti, shumë nga mënyrat se si festohet viti i ri sot përfshin gjëra që bien ndesh me islamin. Alkool, shturje, humbje kohe, shpërdorim pasurie dhe shpesh harres ndaj Allahut. Islami na mëson të jemi të vetëdijshëm për çdo veprim dhe për çdo festim. Allahu thot në Kur'an: mos ndiqni verbërisht atë për të cilën nuk keni dije. Së treti, Islami na mëson të mos imitojmë ritualet fetare të besimeve të tjera. Kjo nuk do të thotë të mos respektojmë të tjerët. Përkundrazi, Islami na urdhëron të jemi të drejtë, të sjellshëm dhe paqësor me të gjithë njerëzit. Por respekti nuk do të thotë pjesëmarrje në rite që bien ndesh me besimin tonë. Koha në Islam është shumë e çmuar. Çdo vit që kalon na afron më shumë me ahiretin. Në vend që nata e vitit të ri të kalohet në shturje, një musliman e shfrytëzon kohën për reflektim, falënderim ndaj Allahut dhe për mirësinë të vetes. Muslimani e rinovon veten çdo ditë me pendim dhe vepra të mira, jo vetëm një herë në vit. Në përfundim, muslimanët nuk e festojnë vitin e ri pagan sepse nuk është pjesë e Islamit, ka origjinë fetare të huaj dhe shpesh përmban gjëra të ndaluara. Islami na jep identitet, dinjitet dhe udhëzim të plot. Kur e ruajmë këtë identitet, ne ruajmë besimin tonë. Allahu na udhëzoft në të vërtetën dhe na forcoft në besim. Amin.